Finalizohet operacioni policor i koduar No Guns 2 për goditjen e armëmbajtjes pa leje. Posedonte armëzjarri automatik vjen në pranë nga 43 vjeçari, si dhe sekuestrojnë 2 armëzjarri tip Kalashnikov dhe municion luftarak. Shërbimet e komisariatit të policisë Fier në zbatim të planit të masave për kontrollin dhe kapjen e personave që qarkullojnë me armëzjarri ose i mbajnë ato pa leje në banesë, në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme shqiponja, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, finalizuan operacioni policor të koduar No Guns 2. Në kuadër të këtij operacioni u kap dhe u arrestoi një shtetas 43 vjeçar banues në fshatin Levan të Fierit. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 2 armëzjarri tip Kalashnikov, si dhe municion luftarak, të cilat ai posedonte pa leje. Armët e zjarrit do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për të verifikuar nëse janë përdorur ose jo në ngjarje të mëparshme kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurisë së Fierit për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit luftarak.